Mirëmëngjes, mirë se erdhë. Koleg, t'ju bëj një pyetje si që do zakoni përpara se të nisim intervistat. Për shembull, e nis nga vetja ime, nëse unë do kisha një biznes restorant dhe më vinin miq të njohur, do vendosesha në sedër të madhe, do të qerasja, nuk do bëja lekse. Jo, do jepja falas. Do jepja falas. Për ty e dim. Po ti, koleg? Unë jam si puna jote. Unë prandaj sa për restorant. Që të është falas në restorant? Po dritat punëtore të siguracion. Kolegu për shembull edhe kur të fton në shtëpi për drek, domethënë. Po tash është një faturë. Në fund fare një faturë të vogël ta jep domun. Edhe në shtëpi? Po. Po për shembull të kesh klient Bill Clinton, Hillary Clinton, Richard Gere. Po pse ti mendon që fusin dorën në xhep këta? Chelsea Clinton. Këta po të erdhi Bill Clinton, është reklam më të madhe nuk ka. Domethënë japësh të hajt, japësh dhe me vete. Të pyesim të zotin Mentor Berisha, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Si e thash, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe, si pyet. Mirëmëngjes i dashur. Kur e ke mbyllur punën sot? Sot të kam mbyllur para 2 orëve kështu. Po mirë, pas ke pas goxha punë edhe për ditë diele, nuk ka qenë gjë e vogël. Po. Sot ka qenë Father's Day në Amerikë, është një ditë, është një festë e madhe që festohet këtu dhe kemi qenë busy, ka dorë zoti, po me kënaqësi e mora ftesën nga ju. Ju faleminderit shumë për interesimin në juaj. Na nderoni neve mërgjimtarve kur na bëni këso intervista. Jo, me thënë drejtë, na tërhoqi Bill Clinton, Hillary Clinton, se Berisha kemi sa të mua më tërhoqi Shqiponja që ke në krah, domethënë. Po. Shqiponja është pak më veçantë se e kam bukur, i kam pas 21 vjeç, atëherë jam marrë me bodybuilder. Kam qenë ma atlet se tani, ta thonë drejten. Edhe tani mirë je. Me bodybuilding jam marrë. Edhe tani... Kështu që ka qenë krahu maj malë. Edhe tani si strong man je. Goxha. Krahu më i madh Shqiponja. Si aktor i filmave action. Edhe unë kam bërë një shqiponj, kur isha 21 vjeç, më është bërë si Harabel, është hollu krahu. Tu të është bërë shqiponja oversize. Mentor, në Amerikë sa vite tu bën gjithsej dhe si ke shkuar? A ke vuajtur e ti si emigrantët e tjerë? Shiko, une ka marrë pak ma ndryshe, sepse ka marrë me student visa në Amerikë. Ka marrë në vitin 98, me 30 prill, dhe kam qenë faktum se ka marrë me vizë, ka qenë pak një rrugtim më i lehtë, se sa i tjerve, po si do qoftë, jam marrë këtu në New York, jam vendosur të afërmit të mi dhe i kam vazhdu studimet, po ndërkohë duhet me punu njeriu. Kështu që unë e kam pas pasion gastronominë edhe kur kam qenë në Kosovë, kur kam marrë këtu, kam fillu me punu një restorant shumë të mirë dhe aty filloi rrugtimi i restoranteve. Aty lidhe kontaktet e para me këta VIP-at, apo suksesi, le ta themi kështu, erdhi kur hape restorantin tënd? Po, suksesi i madh ka ardhur kur e kemi hapur restorantin në Çapakua, që 3 vite ka tani. Po nuk është se nuk kemi njoftë edhe më herët. Unë kam menaxhu shumë restorante të famshme në New York dhe në Greenwich, Connecticut. Atje jetojnë shumica e këtyne VIP-ave që u themi ne. Kështu që kam njoftu shumë njerëz, janë të thjeshtë, janë të mirë. Po kur e hapëm restorantin në Çapakua, aty kemi qenë faltum për shkak se aty është presidenti Bill Clinton dhe shoqja e tij sekretaresha e shtetit Hillary Clinton. Dhe tani jemi bo fqinje. Ka 3 vite që i kemi frekuent në restorantin ton dhe jemi shumë faltum që i kemi aty afër. Ndërta janë edhe disa tjerë, Vanessa Williams e përmendet ti, Richard Gere, Samuel L. Jackson, e shumë tjerë. Kështu që ne jemi shumë faltum që i kemi klient frekuent, po është një nder i madh kur t'jen presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, sidomos këtë foton që po e shihni tani vjen shpesh me pi nga një kafe dhe jemi kështu krahas, bisedojmë për gjëra të ndryshme, e falenderoj për çka ka bëu për neve në Kosovë, na ka ndihmuar shumë kombit ton, si harrojmë kur dhe ja kujtoj të gjithnjë. Dhe bën e zajonisht mirë, sepse po mos ishte ky burr, vështirë do të ishte të kishim ato zhvillime që kam pas më pas. Askush nuk ka bërë ai shumë sa ka bërë ai. A është e vërtet, mentor, në dinin tënde, zona ku jeton ti ka marrë zhvillim mbasi zoti Clinton kur doli nga
zyra nga Office vendosi pra që të marrë një Office pra pikërisht në atë lagje që nuk ka qenë nga më të mirat, dhe ka marrë shpërblim edhe imobiliarja dhe po? Është vërtet. Çapakuas si qytet është ka qenë vend i pasur ekonomikisht, kështu që po kur ka ardhur Bill Clinton aty e ka zhvilluar jashtëzakonisht, janë ardhur shumë njerëz me jetu aty prej qytetit, po edhe një fakt tjetër është që gjatë pandemisë, sepse ne kemi hapur bashkë në 2022 me 2 qershor, pandemia e boni atë punën e vetë, u zhvendosën shumë njerëz prej Manhattanit, është qyteti i madh i New Yorkut, edhe erdhën për këto suburbs, këto vendet që janë pak më të qyteza, që janë pak më të qeta, dhe e kanë zgjedhur me ardhmë me jetu aty në Çapakua, pikërisht për shkak se është Bill dhe Hillary Clinton aty. Super. Si janë ta në përditshmërinë? A janë njerëz të thjesht, pra vjen pinë kafen, çfarë konsumon? Nga gatimet shqiptare besoj të ketë përfshira. Çfarë preferon ai më shumë? Po ai njerëz nuk e din, po ai është vegetarian tani. Ai pëlqen ushqimin vegetarian. Kështu që pastat i do më shumë me perime, ndërsa Hillary ajo do mishin. Ne specializojmë për mish aty. Kemi Mediterranean Steakhouse, unë e kam boj fakt shmenduri e thënë kështu vetë, se i kam fut 3 drejtime në kuzhinë. E kam pasion kuzhinën, edhe shmoj si art, a thënë drejtën, kështu që e kam marrë mishin, i cili është dry-aged steak, e bim prej Piedmonte të Italisë, është një region atje që janë njoftën, jashtëzakonisht shumë për mish tyne. Tani e kemi Nebraska dhe Colorado, cilat janë pikërisht shumë të mira edhe ato. Mediterranean Fasano quhet ai rajoni i Piemontes. Urdo? Fasano quhet. Urdo më fal? Ai Fasano, po, faleminderit shumë. Masandej është ajo procesi që e bojmë të dry age një 31 ditë e teri mishin, edhe aty fillon ai procesi i shijes mishit më i mirë bëhet. Pastaj kemi pak kuzhinë italiane, edhe unë e kam marrë qebapat e kam fut në to. Njerëzit fillim më thanë, qa po bën me qebapa, është vendi high-end restaurant, mëse i fut qebapat po unë, si ndëgjova ata. E fut aty dhe është bo pjatë shumë e popularizume. E kam provu edhe Bill dhe Hillary Clinton, edhe e kam pëlqy shumë, me gjithse e ceka që Bill është vegetarian, kur nuk e shet dikush, mundohet me nga ndaj që E haj qofte. Ja, është vegetarian, sepse me siguri është rekomandimi mjekut, jo se është zgjedhja e tij stili jetës. Për ata, bashkë për ata, se ka pas probleme kardiake, po, për ata. Po janë njerëz shumë thjesht, janë njerëz mirë, bojnë mu bo dhe... Me fjalë tjera, nëse i ndodh diçka Bill Clinton, diçka e papritur, ne dim se cili është shkaktari tashmë. Nuk ka mundësi, no. Ai ha shëndetshëm. Me siguri, me që është preferon ushqimet vegetariane, edhe në i gotë verë të kuqe e domethënë si vegetarian. Po, ato patjetër, edhe do Grey Goose vodka e ka të preferume, ajo është vodka ti e preferume. Me qenë se shoku i ti i ngusht, ma ka thonë këtë story e vetë, ka qenë ai që e ka fillu Grey Goose vodka dhe ma ka tregu një histori shumë të mirë për to. Bill Clinton është një njeri shumë i thjesht, është njeri i mençur, normal, e tim për shkak se ka qenë president, po ai është njeri që din shumë sene, me data të caktuara të tregon gjatë kohës. Luz dytë botërore për shkak ka tregu do storie që unë si kam dëgju kurrë në jetë. Është njeri i thjesht, po e don vëmendjen. Po e vrejti që nuk po e ndëgjon, ta thot, nuk priton hiç. Më bën përshtypje se ndoshta i rasti i parë që njoh që në të njëjtën kohë edhe barist, domethënë për përgatitur edhe koktele, domethënë nga kuzhina në banakun e barit është ndryshim shumë i madh, domethënë. Është. Kjo puna e restorantit është pasion, ta them drejtën. Unë ju sugjeroj njerëzve që dojnë më fut biznes, çfarë do biznesi që ta përcaktohen me bo, me dita biznes prej as dhe në zhe. Po nëse jo dhe as dhe në zhe, kryesorja me dit atë shumicën, për shkak se kjo pandemia, ta thonë drejten, e pa shkatru koqa fort gastronomin, ja pa donë një bum kështu të keq, sepse punëtorët iken,
Çmimet u rritën. Dhe në shtëpi porosisin vetëm pica. Edhe ushqim kinez. Po nuk e dite punën, punëtor s'ka, ka qenë të merë për një kohë për punëtor, kështu që i ditë gjitha, i bojmë gjitha, e bëjmë pasion, që thashtë dhe më parë, kështu që po, erdhe ndonjëherë në Amerikë, kem qef mi pas musafir aty, dash që ja boj kuzhinën, dash që ja boj pijet, dash që shërbej. Po erdhëm pa tjetër, pse jo, por na the në fillim që ke shku në Amerikë për qëllime studimi. Fakt. I vazhdove? Unë Kosovën... Për çfarë studiove, do më thënë? Unë kam fillu ekonomikun në Prishtinë, po atje ishte kohë e keqe studimet, unë jam jasoj gjeneratës studimit në për shtëpia private, kështu që edhe kur e kim bo studimit, e dini vetë si që ka qenë kohë atër. Kur erdha këtu, fillova në BMCC, Port of Manhattan Community College, për shkak se ishte edhe me lirë, ato mund të paguja më letë, po tani u transferova në John Jay Criminal Justice, edhe aty e kam kry Associate's Degree, po kur futesh këtë biznesin në restoranteve, fillon me bo pak lek, kështu me modesti po e thëmë, edhe thu hajtë se po e lo një vit a dy e vazhdoj masandeje, na kam bet pak mënopa, po si do qoftë, i kemi marrë, Associate Degree e kemi. Dhe më thënë e ke, diplomën e ke, dhe më thënë nuk e kalu në nivelin më shkencor. Gjithsesi të kesh disa foto me Bill Clinton, je me master dhe doktoraturë, nuk ka nevoj fare për... Ti më the që Bill Clinton është ai që është dhe me siguri është miku jot, prandaj dhe, por mua më bëri shumë për shtypje Samuel Jackson. Edhe mua. Ndoshta nga që e kemi shumë për zemër. Samuel Jackson, po është ato shumë i famshëm, e ka pru Vanessa Williams, Samuel Jackson. Urno? Ndoshta nga më të pasurit. Filmat e ti kanë atë grossin më të madh, domethënë buxhet, fitimet më të mëdha në box office. Fakt është. E ka pas Harrison Ford, ndërsa e ka kalu kjo Samuel Jackson. Vanessa Williams është edhe ajo është fëqinja aty, një aktore shumë e modhe, dhe është frekuente në restorantin tonë. Ajo ma bo një surprizë Samuel L. Jackson edhe Denzel Washington i ka pru me njëherë. Po, dytë. I ka pas musat, për shkak se e të në ofër aty, kanë qenë të ajo për Christmas, për Krishtlindje, dhe më telefonoj, tha, po i bi, tha, 2 musafirë shumë veçantë, tha, po të lutem nëse mund është diku pak më privat, s'është të lashe, pa tjetër. Dhe kur erdhen ata unë e pova, Samuel Jackson hini ashtu si kroj cool guy me atë Kangol hat që e ka të shëf. Denzel është ma i rezervum pak, kështu, nuk hapet shumë. Dërsa Samuel Jackson ishte tamam karakter kështu, si që kemi pa në për filma. Janë të dy aktorë njëri me i mirë se tjetëre, nuk e fshetë. Perfekt. Ti na tregon dhe në emocionon. Për restorantin tënë, si kanë dëgjuar? Ka shumë i famshëm është pra në zonë, apo shkon fjala në mënyrë misore, kështu, që dimu një vënd dhe hajde t'ikim se hajet mirë? Po, ne jemi shumë fatlum që ata kanë jetu ofër dhe jetojnë ndë ofër, ndërsa shkaku që ata janë frekuent, në bon mundi shumë mirë, për shkak se në bon me ditë që po bojmë diçka mirë aty. Ajo ka ardhë vetëm me provu herën e parë, kur e kemi hapë restorantin, dhe masandej ja kemi po një pritjet mirë. Shiko, ne kur vinë musafirët aty, unë mundohem me jo bo aty në qas letë kohën që janë aty, me harru ditën që e kanë pas, atë stresin e malë që e kanë pas, ngarkesën që e kanë pas. Mundohem për ato 2 orë që kur t'janë aty, me ja bo më uni si shumë mirë, shumë letë, mos me pas stres. Sidomos me stafin që e kam aty, ju japi këshillat që kur vjen klienti, duhet me bo mundi ekstra fenomenal. Në që e kemi bo mundi mirë, stafin e kemi diku një 22 persona janë. Nuk jam pak, kam përshtypjen që një nga arsyet kryesore të këtyre njerëzve është se ndjen në jetë në tyre private, nuk i ngacmon njeri, nuk është se ata shkojnë atje për të bërë fotografi me klientët, ose me stafin. Pra,
Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe mbi gjitha nuk bëhen lajm mbasi dalin nga restoranti. Ajo është qëllimi kryesor imi kur vin ata aty, për shkak se ata kanë paparazzi e kanë bazë ton kohën rreth tyne, kur vin aty mundohen me ja dhon një vend pak më të qetë, e nin veten mirë dhe për ata kthehen ko pas kohë. A është restoranti yt restorant i shtrenjtë, pra duhet t'i kemi xhepat e mbushur mirë kur të vim të darkojmë apo të drekojmë të ty? Jo, siguri duhet jetë. Jo. Shiko, vendi është është pak si është e pasune, kështu që ekonomikisht janë mirë ata, po si kemi çmimet kështu crazy. I kemi tamam mesatare, gjithkush mund të marrë me provu ushqimin. Kemi edhe ndoj zbritje që e bojmë ndoj ofertë gjatë javës që i kemi kështu që gjithkush mundet me gjetë vetën aty, nuk është i shtrajt. Me thënë drejtë nga pjatat që shoh, do më thënë duket cilësia shumë e lartë, do më thënë duket e jashtëzakonshme. Pavarësisht se në Amerikë nuk parambahen për delikatesa ky restorant. Italia bën të shumë përshtypje. Jo, më them përshtypje, më tepër se Italia, më tepër se Mesdheu është vetë mentori që e bën këtë gjë. Domethënë se shoh që janë Faleminderit shumë për këto fjalë mira. Shiko, këto menjun që e kam bo une, jam mundu me e bo me i përfshit gjithë në to. Për shkak se steakhouse njëhen si ushqime trona. Une e kam bo një menju aq lehtë, sa që gjithë kush mund të gjoj vetën në to. E kam punu me shumë shefat më dhej, me shefa të famshëm, ja u kam marrë ato shënimet e tyne dhe i kam fut këtu, kam shumë menju të mirë këtu, po që se kam qitë ende në letër, po në tash mas 3 viteve mendojmë me shiku një lokacion tjetër me vllaun tim, për shkak se edhe vllau është në restaurant business, ajo është në Greenwich, Connecticut, Abner Berisha, po tani po mendojmë me bo një tjetër, kur të hapim ato, i fus ato që i kam në kokë, ato recetat tjera që i kam pos sekrete. Me gjera fjalët e vllau, si është tjera jote private? Unë jam i martuar, tani jam baba-bank që një 7 muaj, jam i martuar me një gocë nga Mali i Zi, nga Vufajt, Arlinda. Janë anej, kanë shku me nejt me gjithë djalin, me i vizitu familjen, kështu që unë i përshëndes nëse na shikojnë. I paq me jetër. Vllaun, po, i kam atje, vllaun e kam këtu, Abner Berisha është me familje, dërsa kemi edhe një vllaun Kosovë, Genti, i cili tani sapo ka kryi fakultetin për arkitektur, edhe papi e mami vinë her pas here, po nuk ju pëlqen këtu. Ata dojnë me najtë Kosovë. Kjo është normale, kjo është normale. Ata vështirë është i përshtatës me Europën, jo më me Amerikën që distancat janë të mëdha. Për të pirë një kafe do të hypësh makinës, se deri tani ti thej i kemi afër, i kemi fqinj, po me siguri ca minuta me makinë duhet i bëjnë. Nuk është se vinë me shapka nga shtëpia në restorant. Ja, shiko, kur të vinë këtu mundohem me i qitë në përvende, me i shetit, po kjo puna e biznesit të restorantit është pak më ndryshe sepse ne jemi aty të të punu natën. Të lidh. A e përdorni YouTube-in atje? YouTube e përdorni? Në restorant? Po si. Ideja është kjo që kur të vi Clinton dhe Hillary, tregoj programin ton në YouTube, edhe shikoj thuaj miqtë e mi të vërtet. Patjetër. Ne u knaqem, zërës sigur hëngrëm një drekë të mirë në mëgjes. Ishte fantastike, dhe turojmë gjithë mirat, puna mbarë. Edhe yjet botëror si ne han mish, buk. Po të gatuara nga idet dhe nga dora e mentor. Gjithë mirat, shumë sukses e i dashë. Falenderojmë. Sukses edhe mbarësi. Respekt për juve dhe për stafin. Miru pafë. Shumë falenderit. Shumë. Jashtë zakonshëm, bravo. Një vlla ishte beqar në Prishtinë. Pasa kishte kry fakultetin. Genti, po. është ai që dominon Kosovë. është ai që mund ta ketë bërë shkollën më ngadalë, domethënë. Se i ka pas punën në rregull, domethënë.
medium rare, nëse të... Shikoj, pyet ande nga Berisht. Pyet ande nga Berisht. Pas ndemën Berisha të hapen dyert. Jo, domethënë Berisht janë kudo, domethënë është një nga fiset kryesore në Kosovë. Berisha, Gashi. Kemi nga këta domethënë. Mirë. Kërko. Kolegë, bëj pyetje. Do të them diçka që s'ta kam thënë asnjëherë. Sa mirë, ata ti dementore, se s'ma the akoma. Ti goja, do të ti lëngëzo. Nuk e kam provuar, po ishte mirë. Po të iku ngjyra fytyrës, domethënë. Po ti i pesa sa të bukur ishin pjatat, çfarë fantazie kishte domethënë. Po janë kështu, janë artificiale për mena. Kush të tha, more koleg? Nuk janë si petullat që ke bërë sot u detyruar me çaj bër, ama me çaj bër. Sekret e kam këtu si formul, kur të hap restoranin tim, do t'ja ushtroj.